Ka nisur printimi i fletëve të votimit për zgjedhjet e 11 maj 2025, proces i cili do të mbyllet deri në 8 prill për votuesit nga jashtë, e maksimumi në datën 10 për të gjithë qytetarët shqiptar me të drejtë vote brenda vendit. Kryetari i KQZ-s Ilirian Celibashi tregoi edhe afatet se kur do të nisë dërgimi i fletëve të votimit për diasporën. Kemi filluar me printimin e fletëve të votimit për jashtë vendit dhe besoj që midis datave 7 dhe 8 do t'i kemi këtu fletët e votimit për votimin nga jashtë dhe midis datës 8, 9 dhe 10 do të fillojmë përgatitjen e zarfave dhe gjithë dokumentacionit tjetër i cili do të dërgohet votuesve jashtë vendit, duke shpresuar që gjithë ky proces të realizohet brenda datës 15 ose 17 prill në afatin më maksimal. Emigrantët do të kenë 3-4 ditë kohë për plotësimin e fletës së votimit dhe kthimin e saj në KQZ. Gjithashtu e përmendi edhe kandidatët që mund të japin dorëheqjen nga listat, duke thënë se nëse dorëheqja ka shkuar pas miratimit të listave përfundimtare, emri i tyre do të jetë në fletën e votimit. Sipas Celibashit, ka nisur rekrutimi i qytetarëve që do të merren me pajisjet e identifikimit elektronik, por edhe me ato të votimit.